14 qershor, çoni luftoni për kombin tuaj. Moto e Bill O'Reillyt madh, por dhe fokusit jo të vogël. Një ngjarje historike, madhështore, e mrekullueshme për radikalet e majt komunistët socialistët amerikanë. Martohet me buj në Long Island si një mbret open gay, i cili ka bashkëjetuar për një kohë gjatë në një afrikan-amerikan, djali i George Soros. E gjithë e majta radikale amerikane, anti-Trump, anti-amerikan, ata që janë kundër familjes, kundër kombit, ishin atje. Nga bota, New York Times nxjerrë emrin e Edwin Ramës. Madje kanë qenë 4 vetë që kanë ngritur dolli. Hillary Clinton e para, i fundit Edwini ynë. Burrat rinë me burrat, thot një thënie e vjetër shqiptare, s'pa burrët jo. Pse nuk guxon ta thot që nuk lef foto pa nxjerrë në Facebook? Nga kush friksohet? Edwin Rama, i cili ka ditë që pushon në plazhet luksoze të Hamptons, ku janë vilat e Soros. Aty kanë qenë autokolona me SUV të zeza, si ato filmat mafios, pa fund. Hillary Clinton and Bill Clinton. Kamala Harris, me burrën e saj. Chuck Schumer, dhe figurat tjera, të cilët vazhdojnë dhe hedhin miliona dollar kundra Amerikës, kundra kombit amerikan, kundra familjes, kundra presidenti Trump. Presidenti Trump dje kishte datëlindjen, ja urojmë dhe 100, që përkoi me 250 vjetorin e ushtrisë amerikane dhe organizoi një paradë. Një paradë e thjeshtë, edhe pse mund të ketë kushtuar $70 milion. Sepse kur ka qenë një vizitë në Francë, është impresionuar nga parada ushtarake francezëve. Natyrisht ajo paradë nuk është si paradat e kohës tonë, paradat ushtarake në Kore, në Kinë, në Rusi, ku ne brezime mban mend se sa muaj bënim ushtrime për të bërë parakalim disa sekondesh para liderit madh. Jo, ushtarët dje në Amerikë parakalonin lehtë. Dhe si kundrapunktë të kësaj, ishin organizuar 1500 protesta No Kings, të sponsorizuar nga fytyra e përshtirë që martoi dje. Dhe pati 2 ceremonira, Edwini do të ketë qenë dhe një ditë përpara, sepse gruaja, e cila ka qenë martuar me një kongresmen dhe ka qenë ndihmëse Hillary Clinton, djali i saj 13 vjeçar është parë duke biseduar me Hillary gjatë dasmës të nënës, si mbasëritit musliman, ndërsa dhëndri, open gate i kur haptas, si pasëritit hebre. Por të dy vinë nga familjet shkatruara. Ajo e divorcuar më parë, i ati këti, e jëma këti që i ka hapur vilën. Ajo që më bën përshtypje që nga e gjeti Rama shok, mik, vlla, çfarë lidh me këtë? Ka drejt opozita shqiptare që thot që Sorosi ka bërë çdo gjë kundër saj. Absolutisht. Unë kthehem pas në 1997. Nuk kishte zot që Edi Rama të botonte të editoriali New York Times, sponsorizuar nga Soros dhe nga lopi grek, që na luftonin aq shumë. Nuk vdiq Shqipëria dhe shqiptarët në 97-ën, vdiqën u vranë shumë. U ringrit përsëri PD-ja, siç do të ngrihet përsëri. Edi Rama përfaqëson kulisat më të ndyra anti-shqiptare. Ata që e sollën nga llumi i Parisit tek editoriali New York Times dhe tani që kafshon dhe mban peng Shqipërinë. Por do ta hanë oligarkët e tij, ata që ka pasuruar me miliarda dollar, ku vetë është investitor i heshtur. Nuk ka dyshim. Janë sulur si ujqër lukuni, po blejnë toka
rreth Manhattanit, kam bler hotele, por përplasjet kanë nisur. Siç më thon, Kushneri përsëri si ka hapur telefonin dhe këtu, as diku, Grinelli. Ka gjetur një pretekst të një konference të Evropës Juglindore dhe sot mund të fluturojë të kthehet në Shqipëri. Edhe pse ka menduar të deri në datën 17 përpara se të nisej. A u thon se është e hiky? A vjen me atë avionin që i ka falur Erdogan? Nuk ka asnjë transparencë. Është munduar të mashtrojë, të spostohet, të krijojë idenë që ka qenë duke vdekur në vjen smur, do të shtyje, nuk do të vinte. Kryeministri i çdo vendi duhet të jetë transparent. Por kjo është një shenjë e madhe arrogancë. Kur kemi një administratë të re që nuk i ka bërë asnjë urim për zgjedhjet, ka uruar popullin, ka një mesazh. Dhe çdo ditë provohet që ka qenë një farsë. Do të blej Don Cesarin, Donald Trumpin, vllau, motra e Alex Soros? I don't think so. Do të ishte fundi çdo gjëje. Sepse shqiptarët janë popullin më pro-amerikan, pa diskutim, dhe tek republikanët ne gjejmë më shumë traditat, familjen, nderin, kombin, nacionalizmin. Të demokratët jo. Wokizm, DI, transgender, të drejta për gejt, pa kuptim që të futen në përpunë. Ajo që e pa të marrë peng Amerikën. Ndaj dhe Trump fitoi. Por përkundërshtohet masivisht shumë. Pikërisht me paratë ndyra të George dhe Alex Sorosit. Nuk e them unë. Ma ka thënë Bill Clintoni. Dark money. Sorosi është dënuar në Francë, i ka hikur dënimit për spekulim, për informacion nga brenda për stoqet. Por ai, siç më thot Bill O'Reilly, ka një grup të madh avokatësh që nuk fut dot senatore, kongresmene, kishte të vështirë. Kërkonte të merrte me dhunë sekretarët e shteteve, sepse në çdo shtet sekretari i shtetit organizon zgjedhjet. Por ka primary, dhe të gjithë kandidatët e tij në primary primare demokratë humbin, nuk e duan. Atëherë u sul bordeve të shkollave, bordeve të prindërve, dhe prokurorët dhe gjyqtarët që janë me votë. Gjithkund ku janë prokurorët e tij, nuk ka arrest, dënime dhe çu në gjykat për krime të ndryshme. Në qytetet, shtetet demokrate ku janë njerëz të Sorosit, krimet arab lart. Lidhjet me Sorosin janë në vjetra. Nuk e ngriti Edvini, që në kohën e Ramiz Alis, nga burimet sigurta, kur Ramiz Alia ka bërë vizitën në New York 2 ose 3 orë zhdukur rojeve me djalin e tij. Sorosi ka marrë milionat e dollarëve të bankës shqiptare për të investuar dhe pastruar. Flitet për 350 milion dollar. Nuk ishte rastësi që fondacionin Soros ishte si foli grenzash, ose ish sigurimit, ose të nomenklaturës. As pak. A ka ndihmuar me bursa? Po. I duhet të jemi mirënjohës ata që kanë marrë bursa, pse jo? Por ka përfituar miliarda dollar. Skema u zbërthye nga Gjeniu Musk. USAID. Ngrihet një organizat NGO që është e tij, Fico me company, dhe mbas kësaj kanalizohen miliarda, billions of dollars. Për asgjë, për asnjë arsye, ndërtohet reforma e drejtësisë në Shqipëri. Të gjitha nga këto të SPAK. Në qoftë se ka një case se si një shtet është kapur tërësisht nga Soros, Albania, Shqipëria ne. Do t'ja kërkojmë për ulje, me modesti, Bill O'Reilly ta traktoj këtë subjekt. Është i vetmi i ashpër ndaj Sorosit, të cilit i thot me Georgi, një personazh që ka dëmtuar shumë këtë vend të madh. Ka shkatëruar Evropën. Nuk ka kufi Evropa prej Soros. Ka prishtur strukturën demografike. Dhe e kanë shporur nga vendi i tij. Nuk e pret kush në Izrael. As në Hungari. Mos të folër pastaj Putin.
dhe Kinën. Gjëja e parë që duhet bërë në Shqipëri është non grata familja Soros, në qoftë se do të vinë demokratët, ose çdo forcë e djathtë. Ne si media kaq kemi në dorë, ta demaskojmë. Sepse New York Times, ajo gazetë ultra e majtë radikale gjithashtu, e cila jepte faqen editoriale në 97-ën, nuk u kursye ta nxirrte si nder të madh që një nga 4 vetat që ngritën dolli, Hillary, vllai Soros, editoria e Vogue dhe kush tjetër, ai lideri global, Edvini. Ndihem keq se shqiptar amerikan, por fatmirësisht si në Shqipëri dhe në Amerikë nuk jam në krahun e antifamiljes, antikombit, antinjerëzimit, pro-perversëve, jo, jam nga krahu tjetër. Krenar. Aty do të qëndroj, nuk lëviz. Edhe pse i detyruar kam qenë të largohem nga vendi im, jo vetëm nga këta, që janë anti-shqiptar, anti-kom, por dhe nga grupimi ynë. Dhe këto janë ato fajet, gabimet, mëkatet e mëdha që ai rrin në pushtet, e turpshme. Sot është një ditë tjetër, është 15 qershor. E diela e 3 e qershorit është dita e baballarëve. Unë ndjehem më mirë sepse 15 qershori është datëlindja e Timeti. Në Amerikë nuk ka pasur ditë baballarësh fest, ka pasur vetëm dita nënës. Në Evropë është Shën Gjozefi, i ati Maris, të Jezusit. Dhe në 1900 nuk krijua dhe kjo fest. Baballarët për gjithë kënd janë heronjtë e tyre. Ashtu ka qenë edhe i madh. Qofse rihet kujtoj me detaje, si gjithkush nga brezi im dhe ju, e dini se sa shumë kanë bërë prindërit baballarët për ne, sa kanë sakrifikuar në ato kohë tollonash. Çfarë mbaj mend detaje. I vogël kur shkonim në Durrës në atë ditë të diela me ato trenat që më kujtojnë, me ato kabinat e drurt me stolat të drujt, aq kishte mundësi. Një kënaqësi në atë plazh me ato kabinat e drasta, me udhtimin e largët nga Tirana. Kam qenë student kur kam filluar të jem komentator futbolli. Ëndre madhe. Falenderoj Ahmet Sharin, pa diskutim. Këtë mjeshtër të mikrofonit. Siç falenderoj Bellovën, Radën që nuk jeton, Gjergon, Grillon, Dimitër Gjokën, regjisorin. Por që të komentoje futboll në ato rrethe ku shkojon, të duhet kishe një orë dore, sahat turqisht. Një orë bën 10.000 lek, ishte e pamundur. Dhe i madh më ka dhënë orën e tij. Kanë qenë orë të shtrenjta. Apo kur kostumin e parë, mbas jam diplomuar, e hoqi, e kishte për vetë. E sa detaje të tjera. Po mëngjezet pa fund të radhët i qumshtit. Janë familjarë dhe çdo gjë nuk ndahet, por kam respekt që mbase nuk e kam shprehur. Jo unë për dhe shumë të tjerë. Por kur je vetë prind e kupton, kur je vetë baba e kupton. Amerika vuan sot sepse ka rënë roli i baballarëve. Father's role. Është prishur kjo strukturë. Afrikanë-amerikanët, ma dëgjoni me vëmendje, mbi 70% deri në 80% rriten pa baballar. Janë out of wedlock kids, lindje jashtë martese. Shkatrimi i familjes, i bërthamës, shkatron ndjenjë nacionaliste dhe të hedh tek Sorosi, tek Edwin Ramat, të ata që s'duan familjen, që s'duan atë dheun, që në emër të majtës pasurojnë
miliarder dhe japin miliona e miliarda për të varfrit për t'i mbajtur në kontroll. Ky është sistemi, për t'i mbajtur në kontroll. Ndaj e dashuron Edwini Sorosin. Kjo i bashkon. Por historia është e gjatë. Nga perversitetet, nga perverset, nga amoraliteti kanë rënë perandori shumë të mëdha. Që nga perandoria romake, kudo, veset, nuk ka se si të rigjithë jetën dhe të sundojnë në Shqipëri njeri të tillë. Njeri që na turpron, sepse është kryeminist, edhe kryeministri im, edhe pse jam shqiptar amerikan. Dhe një shenjë kaq arrogance, kur doni Trump ishte në paradën ushtarake, kryeministri i vendit tonë pozicionohet me të majtën radikale regresive amerikane. Turp. Ju përshëndes.